gjëra flesh. Në ndritën e këtyre provave të reja, mund të vazhdosh sigurisht që të konkurosh për kurorën e princeshës së ballës. Numrat e tij janë poshtë mesatares. Mbi të gjitha, ai po e kalon dhe limitin. Nuk ka mundësi të ketë qenë lojtar në skuadër aq të fuqishme. A mos e rriti njeri? Faleminderit. Po ja çoj gufit këtë. Ka marrë një të ftohtë të keqe, e dini? Kjo do ta mbaj atë shumë ngrohtë. Ka aromë të mrekullueshme. E kuptuam, ponët e kristal të adhurojnë. Po pra, kjo është e çuditshme. Kemi djalosit Charlie. Çfarë të solli deri këtu? Nuk e drejton dot paftën? Gjuajtja nuk është e fortë? Mund të jem në gjendje të të ndihmoj, Charlie. Ajo sapo më lexoi një listë gjatë romanesh të shkëlqyera. Huckleberry, diçka, thekri me byrek, por ajo thashë libri më i madh i të gjitha kohërave, quhet Historia e lodrave të Leos. Një moshuar që quhej luftëtar. Paqe. Çfarë ke aty, Sherman? Kibëll apo bit? Pra, ti je duke ngrënë ushqim njerëzor, ëh? Sigurisht që je. Babyt është një qen, kështu që dhe ti je një qen. Atëherë, ta tregoj unë. Kape. Shko ta marrësh. Jepi qenush, shko të marrësh ushqimin. Ha pra, shko ta marrësh. Sherman, shko të marrësh ushqimin. Ha pra, bëu një qenush i mirë. Kush e ka bërë këtë, Charlie Brown? Kush vuri bast për ndeshjen? Reruni? Vëllaçko, më vjen zor që jam motra jote. Vëllaçko, ishte një zhgënjim i madh dhe i idhur. Dhe të mendosh ta shumë këmbgulat e Charlie Brown që të fuste në lojë. Shumë mënyrë e bukur për të shpërblyer besimin, na përfshive në këtë skandal.